I kom 30 sopa lëp në Bjeshk, është djali, është me gjithë reja atje, atë rinë 6 muaj ditë, rinë Bjeshk, mas 6 muaj ditë vinë të shtëpia, unë veç me sene natyrore se me senet shqiptore së në smerë heqë. Si në vitet e rinis, ashtu mund të avëzis pa asnjë problem bicikletën që tani në pleqëri është bërë shoqërues i pandashëm. Shëndetin dhe pamjen fizike të mirë mbajtur Mehmet Idrizaj nga fshati Lubosh dhe komunës së Istogut, thot se ka fal ushqimit që ka konsumuar për gjatë 88 viteve të jetës, gjithmonë të kultivuara nga ai dhe gruaja e tij tashmë e ndjerë. Mo mirë në Bjeshk, unë jetën ta me 88 vjetë. Unë veç në Bjeshk kom neja. Ka 6 muaj ditë në Bjeshk, 6 muaj ditë të shtëpia. Jeta e jamë o konë veç me bakti. O rritë me hongër, veç kom hongër tomër, kom hongër kos, kom hongër natyrës. Zejtin të shtëpit e me nuk o përdorë kurrë. Veç mozë, kos, tomër, në shtëpit e me që tojnë përdorua. Unë e zejtinin nuk e duhe qëra, veç mozën e kom mozën mërana, e kom naltë atë, gjothën e kom gjohës teme, si e punoj reja, veç unë nuk blekur senet shqitoreve, e që të shqitoreve që të i blejmë, se për më hongër, për gjithsene e presporterme ka 200 kila sugjuk e mish, i vjerin të avan aty, unë veç me sene natyrore se me senet shqiptore së në smerë heqë. Ishte vetëm 13 vjeçar kur së pari filloi të punoj me blegtori dhe nga ajo kohë për 50 vite radhazi, 6 muaj të vitit, çdo herë ka kaluar në Bjeshk. Pej 13 vjeçe, e ditë e sotit, një herë një konë në dhi, i ke mbrojt, dhejt, djetë temë. Pej dhive, i ke bo lëpt. Mas lovi, i ke bo dhenë 3 tubë, i ke pos dhejt, i ke pos lëpt, i ke pos 10. Na 5 vllazën e mi konë, jemi morë me bujqësi. Jemi morë me bujqësi, me blegtori, jeta e jonë me blegtori dhe këtëra sot. Edhe sot të mos hala jem, i kom 30 sopa lëp në Bjeshk, është djali, është me gjithë reja atje, atë rinë 6 muaj ditë, rinë Bjeshk, mas 6 muaj ditë vinë të shtëpia, 6 muaj ditë rrimë shtëpi këtu. Detel për vera, rrimë shtëpi, ku del për vera, me lëpe për pjetë e Bjeshk. Atje, rrimë 6 muaj, ka 6 muaj ditë, rrimë Bjeshk. Pej 6 muajve dhimë të shtëpia, 6 muaj shtëpi, 6 muaj në Bjeshk. Të hyjë në botën e çobanit dhe punës së tokës tregon se ishte e detyrueshme, sepse përkundër dëshirës, shkollën e kishte të pamundur ta përfundoi. Dej 4 vjeçare, dej në 8 vjeçare, jem shkua në shkollë. 4 vjeçare në Vrellë, fshati në Vrellë. Shkolla Hysni Zojmi. 4 vjetë i kemi krye me libra serbishte. Pse s'kem pas libra shqipe, abetoren serbishte në ktheshin pi serbishte, arsimtarët e në ktheshin shqip. 4 vjetë i kemi krye shkollën Hysni Zojmi në Vrellë, mas andej s'kem pas fuqi me vazhdua. E kem njën shpi. Mas andej kem punua bujk, e kem punu token. Atëherën atë kohë nuk kem pas fuqi me mojt bakti. I kem bo një 50 sopa dhi atëhere.
edhe punojshim tokën atëherë, nuk ka pas traktora, maqina, I livrojshim tokën me kije. Atëherë nuk ka pas kosa me kosit maqina, I kem kosit me dorë. Se duhej të bëjë një punë e madhe në bujqësi jo vetëm nga meshkujt, por edhe gjinia femrore thot se e kujton si fëmijë. Gratë, themnat, atë nuk ka pas gërbuja, po shiftja jote, qik me gërbuja, u bojshin ka 4-5 vetë burra, e grahe, e qika, e shkojshim livadet, edhe I mirëshim, I bojshim në velqe. I bojshim në velqe, tërshë kur vike vakti, I gjithshim kijet, atëre me kijet, s'ka pas traktora. I merë gjithshim kijet në kerë, me 4 rrotë, edhe nga kojshim sonën atje, e bishim të shpia për bakti, për dimën e përgatitshim. Orat I livrojshim me kijet herë, I prashishim me shatë, me hekbarin për morit kulëmoqi. Kur bëjke kulëmoqi, vokti mu pjek pasuli u piqke, I mërshim rëpt gratë e qikate, I rafshim në parara, edhe I bërshim pasulin, edhe I përgatitshim për dimën. Masanaj, kur vike dimni, I përgatitshim drut për dimën, I bojshim me kije pi moli, I bishim të shpia për me përgatit për dimën, më konë drut e gashme. Duke mos lënë anash asnjëherë traditën e punës në familje, tregon se në moshën 28 vjeçare hapi kapitullin e jetës atë të martesës. 28 vjet jo martua. Kur u bo 2-3 vjet, ka linë më I pari fmi. O rrit, mas 3-4 vjete, o li tjetri djollë. Edhe mas 4-5 vjete, o li një qik. Ata 3 fmi, 2 djele e një qik, jënë rrit, dhe 28 vjet, 30 vjet, ata djelt jënë martue. Ata I kanë, djelt I kanë 3 djel I ko, I dyti, 4 qika I ko I movi. Ato qika jënë rrit, jënë dalë jashtë. A I baba e tyne qikave o dalë që 24 vjet o dalë jashtë Norvegji. Ky dyti mere me bujësi këtu shpia. Qika mas 22-3 vjete ajo martue është Norvegjia jo. I ka 2 qika, I ka 2 djelë. T'ja dalën bëhen me grua në jetë, Mehmeti thot se nuk ishte as pak e lehtë me peripetit që koha atëhershme kishte. Vallai jetën me grua, koqa vështire kem atë o konë vakt shumë I rrezikshëm. E dektena që jënë rritë fëmija, koqa në s'kome me konë. Fëmija ta shën rritë, shpini kemë marruë, I kemi 30 copa lëp, I kom 2 hektar tokë, e kom traktorin, I kom 3 kerre jënë, si cili ka kerrin e vetë. A një farvakti, pe I këtujt, shkojsha në bjeshk, 30 kila mil, I mërsha në shpinë, I qojsha në bjeshk. Atash, mullini është aty, e bluj, grunin e bluj kulëmoshin, gjypi vjetu shpija këtu, I ngarkoj, hip me gjyp, të dera stonit, shkon. Jetën tash e kemi shumë të mira. Shumë të mirë, po që ka e bu 88 vjet, në s'kome kemi e keq shumë. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, 88 vjeçari kujton që bashkëshortja I nderoi jetë si shkak I torturave që si çift përjetuan nga serbët. Gruaja mu ka dhimbt bëllë, se gruaja
Na kanë zonë në shkit, në Bjeshk, 99, me gjithë grua. Çfarë të rrehuni, muë lidh komt, lidh durët, gruja për skajt aty, qyk automati, shpinës, qyk automati, trupit. Çka më bo? Luft, na kanë prish të në reja. Vishin mua, në prombja ke hongër buk, migjë, po da kom hongër buk. Ko qak vjetave se ata shkitreshin e prastone. Shtraj kom se ke. Konop. Tik. Durët për mas. Konop. Dekten sabah. Vishnë sabah në zgjithshin e baktia shkojshin. Në lypini a i komandanti a lypi një viq me prej, me shit, thash ja nuk e shes. Pse? Thash nuk i shes se du me rrit. Shku me gru se aty ushtria serbe plët u enshit. Se cili si dzike vetke dek kujnë ushtria theke. Zdi gjo kujnë ushtria të keske shploka të rive. Ti shkoj ke kryet kur i bishin gruas, i sheshin kryt, se unë i shtërgoj shak krys më ke malut kryt heq, kur i bishin gruas, ja sheshin kryt të të nënë. E gruja, mas andej, mas erdhen për lufte, edhe kryt, nuk i punoj ke kryet. Edhe shkova të mjekun pej, tha mishta, duhet për që tha në operacion, tha se nuk ka jetë, tha se kosor hokte, tha se kryt ju ka prish, kryt e ka prish për shkijet të re me qika të automatet. Edhe shku të mjeku në vrel të i fa mjeku, tha mishta me që tha për Tiranë. Edhe ku më rëthy për Tiranë, 2 muj dit në Tiranë, 6.000 herë mu ka bo operacioni në krye. Edhe masanera rënoj edhe 2-3 javë dit edhe diqë në Tiranë. Edhe pej Tirane e kom prua të shpia edhe kem varros si duhet në shpital. Se do të shpëtoj gjallë kur nuk e mendoj, sepse maltretimet prej tyre kur u zunë në Bjeshk, thot se ishin të rënda. Më patë të zonë Bjeshk atje. Edhe pe atyt më karqua në Tutin, në Burg. Beqet grua atje në Tutin, Burg. Kem nejt 2 javë dit në Tutin, në Burg. E ne 13 vete mu më kanë qitë për vetën një farveni jashtë sheri. I shko një farë shupe, e dita si po doj me më vroa. Po i thoma atina e milisit, thash a borë, thash me më një muë, 65 veqe kisha atë sene, tha ti ki la durëte, sa të i ki dokumentat ta për supit, dokument të këshije. Polisi vrasha i shko një farë shupe, a i 3 policë rëshin gjade, a i njoni me mua, s'ke e saj shupe aty. Tash, si po më vrasin. Edhe i thash atina, mua thash bresa 65 vjeç, tha ti ki dokumenta, tha për shupi, tha ti ki la durët. Edhe deshti zoti, për po tho zoti, nuk mund të vrako kush heq. Edhe vish ku erdhën edhe 13 vete i pronën pjajteti, e hipim në gjyp, pejtu tine, na kanë prunë një stokë. Një stokë ishë i konë 4 policë në stokë aty. I shkonë një kriminell, 2 kriminella, si i konë lidhë në stokë. A pi kojtë jeti, tha shënë ja pi
Për bota, ati ke vro 4 shkita, thash e më s'kam vro ka thash unë, thash, një kohë thash në bjeshk me gjithë grua, më kanë zonë ushtria, thash edhe në burg për jetit, e që tu më kanë pruna, thash, unë nuk kom bo kur gjo shërë. Gjatë burgimit Mehmeti përjetoj edhe urin. 33 net, pa hongër, pa pije, buksa ka dhonë. Se cili si vishin, për atyre shkive, policia dhe në rreshin. E për atyrit, e në kanë qurë pejë. Në pejë, jemi shkua të degalt, që shku të spital, që shkon për spital, që shkon për korz. Aty, se policia shikonik për supi shku në shpia të degalve atje, se nota bombardajke. E më shku në 3 katë, e më ka thirej i supi, tha, hajde miq, unë që tha aty në garik, unë që tha, aty për në vetë, pikoj ti që ka je, thash unë më konë bjeshk, me lëpë, thash me gjithë grua, në kanë zonë ushtria, thash edhe, në kanë shtinë në burg, thash do tinë, pejtë do tinë, në kanë për në listokë, pejtë stokë, që tu, a i po shkru me maqinë, a i supit a i aty. E një letër, e mushi një letër, plot aty fjallim, edhe miqë tha, mërë tha, a i polici të po shkollëve, aty poshtë, tu ata shok të miqë. E murë tjetërin për pirë, e që e te, unë e pe marat letër, e pe legjoj, Muharrem Sadri Idrizaj, fshati i Vozhd, ka gjujt në polici, ka gjujt në ushtri, terrorist. Tha që që pas ka qinis, ka që fort më... Nejse, thash kuf si e shoni që ato, për po i thonë, nuk e lo. Thash për çka. Kër i ka kryt 13 vete, po vjen të poshtë që a i supit, si murë shkajem, që i ma shkrojët letër, ka që keqë. Thash, a bon me të pyti qka? Thash, as kom gjujt në ushtri, as kom gjujt polici, thash, nuk jem të restu në, thash. Më ka zonë ushtria sërbe, thash, atje, thash, e më ka fluktu. Hastare, tha, rujat letër, tha. Mire, bodë, 13 vete në morë pytje, edhe erë policia në qunë në supë, ku e në policia sot. E në rajnisën, s'ka një ziti me anë aty, kryt qështu, dur për mas lidhun. Të i morë, ka një, për pjetë të janis, për nga shpinës, se me një burën të i bo, a i ku kunon, ishë rëzëk e madhe. Për atyt, të i qu të shti sobëve rënë atje. Për të mos mjaftuar me kaq, Meri nga serbët tregon se vazhdoi akoma edhe në burgun e Pejes. Ne gjojtën në bukë, si qene, jo me të adhonë dorë aty bukën, po ne gjojtën e të mrena, e do kemi morë, ka i copë, ka i flegër bukë. So grimë, sa mos me dikuni. Ne bishin të farqorbe në sahona, o do kemi këty sahonin, kështu, se shë luga si në asfalt, prrrr, se kap ke piken, ajo më po kesh, 2 javë dit në pej, a dy që ko morriti, po a, e të që morrat për aty, për soba aty, për desha, u do kemi shku në qepet, zdëshin me në dhonë, ata barin, dëshin me në mytë, me çdo mjetë, me në mytë, shqiptarin me zhduk. Edhe, ditë për një ditë, hajde më shkua, me në qunë banje, mu lo. Hajde shkua, hina më në hajte, dhe aj polici aty, të derat, dhe në shojujt të frizit. Ajo, si më ka ujt e frizit, so kom ujt me ik, e mu vesh, a shu lo, bon. Kem nej, 2 javë dit, kem nej në pej. Ty në re për gjithë 3 dite,
ty në arena. Pe 2 javë ditë, mas 2 javë, në kanë qitë në krokat të mrena, edhe në kanë mojtë fjallë një sahat. Aty, mas një sahati, i kanë qitë ata tonë 1500 vetë. I kanë qitë pe i mreni, në krokë brena, e në kanë lidhë. Në kanë lidhë me durët për masë. Asa ne 15 autobusa para supi i kanë pru aty. Jemi hip 1500 vetë. Në kanë qua për Liskovcë e Zajqare. 500 vetë i kanë lërë në Liskovcë, 1000 në kanë qua në Zajqare. Ku në kanë qua në Zajqare, në kanë dripë një farsole, aty një farsdomi, ishë i madhë, sokë aty në mudhe, edhe në kanë lonë aty, kanë 100 ushtarë. Një rënë kështu, një rënë kështu, një 100 metra, njëni me tjetërin lidhur dorë ka 2 vetë, u dufke me hije ati rëni sa mujke me të kërësit për në rakë kresë e shpinis dhe delshe ati në altë atje. Që aty kemë rënë, rëftë në kanë re, rëftë një gisht gjako konë në të thollë aty. Fa të redi qyka të automotit e për roka kresë e aty. Me gjitha vuajtjet, a i thot se është mëkat që të mos shijohet jeta që sot ka ardhur për gjeneratat e reja. Jeta sot 100% është me mirë se atëhere. Se atëhere o konë jeta shumë rëzikshme. Nuk e s'ke posë kështu atër sha veshën mu shardhiti vit nuk më konë, veç e më konë kare 2-13 vjeq me dhi. Me dhi në malë dothun, se s'ke posa punë atëherë, dothun me 2-13 copa dhi për pjetë, edhe dothun për atjetë një farveni, i ka një 2-3 kilometra, që aty para këshomi, e komën e shok temin, hajde thash, shkojmë atë një rrugës, marë knena, hajde tha knena. Kojmë shkojnë, s'kejnë i quve, veç kur pa hangër gjarpni. Dathën ka hangër gjarpni, atëre s'kejmë posa punga, veç dathën me ri, më ka hangër gjarpni, i përshëm ati shokut, thash i, thash, më hangër gjarpni, thash, javre, thash, po valoj, se më shku 200 metra, ko më bu, që kaq, thash, isë nuk mu i me e, thash mo. Veç shko të shpia, që i dhejtë dhe kalzani aty një vlazëve. Në të vinë, në të morën se me esë nuk mu i mo. Jo, thaj, a i konë kavaler, jo, thaj, që i shpinë, thaj në ty. Hyp, shpinë. Që shku copa, më ka pru të shpia. Atëre nuk ka pasë mjek, nuk ka pasë mjek. 2 muaj ditë, unë e ramë në krevet. Atë veç pështova se më konë me dekë. E jetë atëherë konë shumë katastrofë. 88 vjeçari nuk gjykon të rinjët që synojnë shtetet e jashtme dhe duan lirinë e tyre, sepse dikur përmes historive të tij tregon se u është cënuar çdo e drejtë, djemave të rinja dhe jashtëzakonisht gjinisë femërore. Djelë të rinjë, qikat e reja, po ikun se jetën e kanë edhe këto të mire, veç po lypin jetë edhe mos mira. Jetë edhe mos mira, mire më mirë, ku me gjithë mire më mirë me lypë. Veç edhe këto i kanë jetën e mira dhe këto. Shqyqër shkollat i kanë, veç moth e kanë,
të lirë e jonë, më shkua, ka dorë vetë, ne kemi pas, jemi konë 5 lasë në një motërë. Ajo motra, 14 vjeçare, o konë, edhe ka lypë njoni. Edhe ajo konë shpeni, ka ishe i lypi. Atëhere qikat, ku dëshim i dhonë, i lypshin shpeni ka ku jonë, i kanë sendë. I kanë sendë, a ishi i lypke, o konë zingjin. Edhe burri, i moqev, a ka posë i gru për para, i ki pa dek gruja, edhe i lyp atë motën teme. A i baba, duke ka njekë sot që shduhet, me për deltëri, po a ka zingjin, a ka pasurit modhe, e ka dhonë për ato, për atë burë 14 vjeçare, qika 16 vjeçare për buk, ajo konë atere katastrofë. A sot qikat djelë shien në veti, beginisën në veti, martuën me dëshirë, kur më mirë nuk o konë. Kur më mirë nuk o konë. Atëherë me krasua, qikat dek të shkutu burri, nuk e di ku ko i stogu ose peja. Atëherë nuk ka pas telefona, veç. A sot me telefona, ta siti bo 70, se cile telefone ka, jeta e shkelqyshme. E shodhe e ngotë zote me të mira, më kësim se kur më mirë nuk o konë.